Bazuar në faktorë të ndryshëm si shija, metodat e prodhimit dhe reputacioni global, kjo është lista e 10 vendeve më të njohura për prodhimin e disa prej kafeve më të mira në botë. Costa Rica gëzon një histori të gjatë dhe të rrënjosur thellë të prodhimit të kafes me cilësi të lartë, një sukses që i detyrohet kryesisht tokës së saj vulkanike jashtëzakonisht pjellore dhe një klime ideale. Kafeja e Costa Ricës është e njohur në botë për shijen e saj të pastër dhe të freskët, e cila plotësohet nga një aciditet i ekuilibruar mirë që është i këndshëm në gojë. Karakteri i saj gjallë shfaqet me nota të gjalla të agrumeve dhe sheqerit kafe, duke ofruar një filxhan kafeje që është i ndritshëm, i balancuar dhe tepër i vlerësuar nga entuziastët. Meksika. Kafeja meksikane, veçanërisht ajo që vjen nga rajonet jugore të Chiapas dhe Oaxaca, është e njohur për profilin e saj të butë dhe të qetë. Kjo kafe karakterizohet nga një trup i leqtë, një aciditet i butë dhe një shije delikate që shpesh përmban nota arrash. Ajo ka fituar një reputacion të veçantë sepse kultivohet shpesh organikisht, duke theksuar metodat e qëndrueshme të kultivimit. Për më tepër, kafeja meksikane është shumë e gjithanshme dhe njihet si për përdorimin e saj në pjekjet e errta tradicionale, ashtu edhe si një komponent thelbësor në përzierjet speciale të kafes. Uganda. Ndërsa Uganda tradicionalisht ka qenë e njohur si një prodhues i rëndësishëm i kokrave robusta, vendi po shënon një transformim, duke fituar njohje të konsiderueshme për kafenë e saj arabika me cilësi të lartë, veçanërisht atë të kultivuar në lartësitë e malit Elgon. Kjo kafe ugandaze përshkruhet si një pije thellësisht e pasur, me një aromë të këndshme dhe komplekse. Profili i saj i shijes shpesh theksohet nga nota të këmbla dhe tërheqëse të frutash dhe sheqeri kafe, duke e pozicionuar Ugandën si një lojtar premtues në tregun e kafe specialiteti. Guatemala. Guatemala shquhet për shkak të mikroklimave të saj të larmishme, të cilat variojnë nga malësitë vulkanike e deri te pyjet e arlisura të shiut, një diversitet gjeografik që prodhon një gamë të gjerë aromash kafeje thellësisht komplekse. Kafeja guatemaleze është shpesh e përshkruar si e pasur dhe komplekse, duke pasur një trup mesatar deri të plot, që e bën atë të kënaqshme në shije. Ajo karakterizohet nga nota të theksuara çokollate, arrash dhe erzash, të cilat i japin një profil të ngrohtë dhe elegant, duke e bërë një zgjedhje të preferuar për ata që kërkojnë një filxhan kafeje me thellësi dhe karakter. Indonezia. Kafja indonezis është e njohur ndërkombëtarisht për një aromë të veçantë, duke u karakterizuar nga një trup i plot dhe një shije thellësisht toksore. Kjo cilësi është veçanërisht e spikatur në rajonet e njohura si Sumatra dhe Java, të cilat prodhojnë kafe të forta me një aciditet natyralisht të ulët, shpesh rezultati i procesit unik të përpunimit Gjiling Basa, i njohur si metoda me lagështi ose HLED. Për te këtyre varieteteve, Indonezia është gjithashtu shtëpia e Kopi Luwak, një kafe unike dhe jashtëzakonisht e shtrenjtë, e njohur ndryshe si kafja e civetit, e cila bëhet nga qershitë e kafes që janë konsumuar dhe më pas nxjerr nga një civet, duke i dhënë kokrës një profil krejtësisht të ndryshëm. Hondurasi ka shënuar një rritje të vazhdueshme dhe të qëndrueshme në tregun ndërkombëtar, duke u shndërruar në një prodhues të madh kafeje që ka fituar me shpejtësi reputacion për kokrat e saj me cilësi të lartë. Kafeja nga ky rajon është veçanërisht e njohur dhe vlerësuar për aromën e saj të ëmbël si mjalt, e cila plotësohet nga një aciditet i ekuilibruar dhe një profil shijesh që është i gjithanshëm dhe tërheqës. Aromat e kafes hondurase janë të larmishme dhe shpesh variojnë nga notat e freskëta të agrumeve deri te shijet e ngrohta të arrat e pjekura,
duke treguar kompleksitetin dhe cilësinë që vjen nga një fokus i ri në praktikat e kujdesshme të kultivimit. Vietnami ka vendosur veten si prodhuesi kryesor në botë i kokrave robusta, një lloj kafeje që thekson forcën dhe intensitetin. Edhe pse kafeja vietnameze shpesh njihet për shijen e saj të fortë, të ashpër dhe të hidhur, ajo është bërë thelbësore për kulturën unike lokale të kafes, e cila i zbut këto karakteristika. Kafeja vietnameze tradicionalisht përgatitet ngadalë duke përdorur një filtr pH, një pajisje e vogël me pika që lejon ekstraktim të ngadalt. Për të balancuar shijen e fuqishme të robustës, ajo përzihet thuajse gjithmonë me qumësht të kondensuar të ëmbëlsuar, duke krijuar pijen ikonike dhe tepër të pasur kafe SHDA, kafe e ftohtë me qumësht, e cila është ndëruar në një simbol të njohur globalisht këtij vendi. Brazili. Si prodhuesi më i madh i kafes në botë, Brazili është një fuqi e madhe. Kafeja braziliane është thelbësore për trupin e saj kremoz dhe aciditetin tipik të ulët, duke ofruar një bazë të butë, shpesh ideale për espresso dhe përzierje. Aroma e saj karakterizohet nga nota të spikatura të arrash dhe çokoladate, të cilat i japin një profil të ngrohtë dhe tërheqës. Fal plantacioneve të gjera dhe teknologjisë avancuar, vendu ka një gamë të gjerë prodhimi, duke filluar nga kokrat për përzierjet e përditshme me volum të lartë, deri te varietetet e nivelit të lartë me origjinë të vetme, single origin, të njohura për cilësinë e tyre të qëndrueshme dhe shijen e besueshme. E konsideruar si vendlindja e kafes, Etiopia ofron një larmi të jashtëzakonshme profile shijesh. Kafeja etiopiane njihet zakonisht për notat e saj lulesh, frutash dhe të ngjashme me veran. Kokrat rriten në rajone të ndryshme, secila me një shije të veçantë, nga notat e jaseminit të yirgacheffe deri te aromat komplekse të sidamo. Ky kompleksitet vjen nga fakti se kokrat rriten në rajone të ndryshme, shpesh në mënyrë të egër apo gjysmë të egër, me varietetet vendase, heirloom, që kontribuojnë në një shije unike për çdo zonë. Për shembull, kafeja nga yirgacheffe është e famshme për notat e saj delikate të jaseminit la agrumeve, ndërsa zonat si sidamo ofrojnë aroma më komplekse dhe një trup më të plotë. Ky diversitet, i kombinuar me metoda tradicionale të përpunimit si larja, washed dhe tharja natyrale, natural or dry processed, siguron që kafeja etiopiane mbetet një eksplorim i vazhdueshëm për entuziastët e kafes fine. Kolumbia e qëndron si sinonim i kafes arabika me cilësi të lartë në skenën globale, një reputacion i fituar përmes një harmonie të faktorëve natyror dhe dedikimit njerëzor. Kafeja e saj është e njohur për një shije të butë dhe të ekuilibruar, e pasuruar nga një aciditet i gjallë që i jep freski dhe nota delikate të karamelit dhe aromës së arrave, duke bërë një nga të preferuarat ndërkombëtare. Kjo cilësi mbështetet në terrenin unik malor dhe klimën ideale të lartësive të Andeve, ku ngadalësimi i pjekjes së qershisë lejon në zhvillimin e një profili më kompleks dhe më të dendur të aromës. Për më tepër, komunitetet bujqësore të organizuara mirë në Kolumbi luajnë një rol jetik, duke përdorur shpesh vjeljen me dorë dhe procesin e larjes me lagështi për të garantuar se vetëm kokrat e pjekura në mënyrë perfekte arrin në treg, duke siguruar kështu cilësi të qëndrueshme dhe një shije klasike të pastër.